Kryedemokrati Sali Berisha mbrojti qëndrimin e Partisë Demokratike për të goditur në gjykatën kushtetuese procedurën e ndjekur në kuvend për miratimin e marrëveshjes së huas $302 milion me SBA-n për forcimin e mbrojtjes. Kryedemokrati theksoi mbështetjen për paktin, por theksoi se s'mund të mbyllin syt, siç u shpreh, për procedurën antikushtetuese. Mbështesim plotësisht kërkesën e presidentit Donald Trump për rritjen e shpenzimeve për çështjet sigurisë. Mbështet synimin e marrëveshjes, termat e saj. Por opozita nuk mund pranoj që kjo të ndodhë duke shkel ajo mbi të drejtat kushtetuese të veta. Berisha akuzoi shefin e mazhorancës se përdori këtë mënyrë votimi në shkelje të ligjit themeltar për të sulmuar opozitën dhe fituar pikë. Duke besuar se në këtë mënyrë do fitoj pikë dhe më shumë. Do blej influencë politike për vetë e tij dhe për sulmuar opozitën. Kryedemokrati u ndal edhe tek arrestimi në Francë i biznesmenit Ermal Beqiraj, i dyshuar si pjesë e një grupi kriminal që abuzonte me tendrat e akshit, për çka nuk i kurseu akuzat ndaj SPAK. Ermal Beqiri u mbrojt se në shumë raste ka qenë prestonome. Nga ana tjetër, Berisha theksoi rëndësinë për të mbështetur protestat qytetare. Për këtë u bëri thirrje demokratëve mbështetësve të tij të jenë në shesh deri në rrëzimin e kryeministrit Edi Rama.